çfarë janë lutjet? Në kuptimin e plot të fjalës, ato janë kërkesa, të cilat vijnë nga thellësia e zemrave tona dhe i drejtohen Allahut të plotfuqishëm. Allahu është gjithmonë i gatshëm dhe gëzohet t'i pranojë lutjet e robërve të tij në çdo kohë. Nëse ballafaqohemi me ndonjë vështirësi ose telashe, ju menjëherë duhet i luteni Allahut për ndihmë. Ndërkaq lutjet më të mira janë ato që i ka bërë i dërguari alayhi salam. Nëse nuk flisni arabisht, ju mund t'i luteni Allahut të madhëruar në gjuhën tuaj. Kur t'i luteni Zotit, duhet të ndiheni të sigurt se Allahu do t'i pranojë lutjet tona. Po ashtu lutjet duhet t'i bëjmë me sinqeritet dhe devotshmëri të plotë. Lutjet mund të bëhen në çdo kohë. Mirë po, ekzistojnë kohë të caktuara, kur lutjet kanë më shumë mundësi të pranohen. Njëherë, Aisha radiallahu anha e pyeti të dërguarin alayhi salam: nëse i gjej natën e Kadrit, për çfarë ta lut Allahun e madhëruar? I dërguari i Zotit i tha: thuaj, o Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Lutjet e prindërve gjithashtu janë të pranuara nga Allahu i madhëruar. Ne duhet të jemi të bindur dhe të dëgjueshëm ndaj prindërve, që ata të jenë të kënaqur me ne dhe të luten për ne. Allahu i pranon lutjet e atyre që i luten në pjesën e tretë të natës. Allahu gjithashtu i pranon lutjet e bëra pas kryerjes së namazeve farze. Pas teshehudit dhe salavateve, ne duhet të lutemi sepse Allahu i pranon lutjet në këtë kohë. Lutjet gjithashtu pranohen midis ezanit dhe ikametit, siç ka thënë i dërguari alayhi salam. Nuk kthehen mbrapsht lutjet e bëra midis ezanit dhe ikametit. Lutjet pranohen edhe gjatë thirrjes së ezanit. Të premten, ekziston një kohë midis namazit të ikindis dhe namazit të akshamit, kur lutjet pranohen sipas një hadithi të dërguarit alayhi salam. Para se të pim ujë të Zemzemit, preferohet të bëhet lutje. Allahu gjithashtu pranon lutjet e robërve të tij në Arafat gjatë haxhit. Lutjet pranohen gjithashtu në muajin e bekuar të Ramazanit. 10 ditët e para të Dhulhijhes janë të bekuara dhe Allahu pranon lutjet në këtë kohë. Kur ta lutim Allahun, ne duhet të përmbahemi nga sjellja dhe veprat e ndaluara, duke përfshirë këtu edhe paratë e fituara në mënyrë të palejuar. Ne duhet të kërkojmë ndihmë dhe udhëzim vetëm nga Allahu i madhëruar. Unë jam lutja e babait tim dhe Ibrahimit alayhi salam. Para mijëra vitesh, Ibrahimi alayhi salam dhe i biri i tij Ismaili ndërtuan Qaben në luginën e thatë dhe pa ujë në Mekke. Qabeja u bë vendi i parë për adhurimin e Allahut të Madhërisëm në tërë universin. Ky vend i shenjtë, padyshim se ka një status të lartë dhe lavdi të pakonkurrent. Imam el-Kastalani ka shkruar: shtëpia e Allahut është ndërtuar 10 herë. Ajo së pari është ndërtuar nga engjujt, së dyti nga Ademi alayhi salam, së treti nga biri i Ademit, Shithi alayhi salam, së katërti nga Ibrahimi alayhi salam, së pesti nga komuniteti i Amalkas, së gjashti nga fisi Benu Gjohrom, së shtati
nga Kusej ibn Kilabi, para ardhësi i të dërguarit a.s. Së 8 nga Kurejshitët, së 9 nga Abdullah ibn Zubejri radiallahu anhu dhe së 10 nga Hajjaj bin Yusuf. Kur Qabeja po ndërtohej për herë të 4 nga Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. dhe muret e saj unë ngritën, Ibrahimi i kërkoi të birit të tij t'i sillte një gur, mbi të cilin do të hipte që të mund të mbaronte ndërtesën. Ismaili a.s. i solli gurin mbi të cilin hipi Ibrahimi a.s. Ky gur më vonë do të njihej si Mekami Ibrahim. Pas mbarimit të ndërtimit të shtëpisë Allahut, Ibrahimi bëri lutjen vijuese. Kur Ibrahimi u lut, Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoji me prodhime banorët e tij, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër. Kur'an. Ibrahimi a.s. pati nderin që lutja t'i pranohej. Si rezultati i lutjes së tij, vendi ende është vend banimi i paqes, i cili gëzon respekt të madh. Frutët që kultivohen në mbar botën gjenden me bollëk për banorët e Mekkës gjatë gjithë vitit. Pastaj Ibrahimi dhe Ismaili a.s. e bën lutjen tjetër. O Zoti ynë, dërgo tek ata një dërgues nga gjiri i tyre, që t'u lexoj shpalljet e tua, t'u mësoj librin dhe urtësinë, rregullat e fesë, e t'i pastroj nga gjunahet. Vërtet, ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Kur'an. Me fjalën pastrim, ata nënkuptuan se ai do t'i pastronte shpirtrat e tyre dhe tërë mënyrën e jetesës, duke përfshirë sjelljen, karakteret, shprehit, marrëdhëniet shoqërore, ndër veprimet me politikën. Kjo ka qenë përgjigjja praktike e të dërguarit a.s. ndaj shokëve të tij, të cilët e kanë përmbushur në mënyrën më të përsosur. Kaluan mijëra vite prej kohës kur u lut Ibrahimi dhe i biri i tij, dhe Allahu i Madhërisht u pranoi lutjen. Pastaj lindi krijesa më e mirë, zotëria i pasardhësve të Ademit, ai që do të ndërmjetësoj tek Allahu për gjunahet, Muhamedi a.s. Shokët e tij i thanë: O i dërguar i Allahut, na trego diçka për origjinën tënde. I dërguari a.s. u përgjigj: Unë jam lutja e babait tim, Ibrahimit a.s. dhe përgëzimi i Isait, birit të Mërjemës. Nëna ime ndërroi se prej trupit të saj doli një dritë, që ndriçoi kështjellat e Sirisë. Të nderuar miq, kjo dritë e udhëzimit ka qenë qenia më eminente njerëzore e të dërguarit ton a.s. Lindja e mbar e të cilit eliminoi errësirën e mosbesimit dhe politeizmit dhe ndriçoi botën me dritën e monoteizmit islam dhe sunnetit profetik. Edhe lutja e saj e fundit u pranua. Doktor Ahmedi ka qenë një mjek i njohur dhe i kërkuar në shtetin e tij. Njerëzit duhet të prisnin shumë ditë para se të kishin mundësi të caktonin takim me të. Mjekun më eminent njëherë e ftuan në një konferencë ndërkombëtare mjekësore, që do të mbahej në shtetin e tij. Ai do të mbante një kumtesë dhe në shenjë falënderimi për shërbimin e tij mjekësor, do të merrte një mirënjohje. Derisa po mësynte aeroportin, në veten ndjente kënaqësi për nderin
që do t'i bënin kolegët në atë mbrëmje. Pas kontrollimit të pasaportave, ai hipi në aeroplan, i cili u nis në kohë. Kaluan 45 minuta udhëtim dhe piloti lajmëroi se për shkak të një problemi teknik, detyroheshin të bënin ulje emergjente. Aeroplani ateroi në aeroportin më të afërt, pa ndonjë vështirësi, dhe udhëtarët u dërguan në dhomat e pritjes së aeroportit. Pas ca kohe, autoritetet e aeroportit njoftuan se nuk ishte e mundur të rregullohej problemi menjëherë, ndërsa udhëtarët do të prisnin aeroplanin tjetër. Askush nuk e dinte se kur do të vinte ai aeroplan. Pak më vonë, ata morën njoftimin se aeroplani tjetër do të arrinte nesër. Doktor Ahmedi ishte i tronditur nga lajmi. Bëhi fjalë për një ngjarje të rëndësishme, të cilën e priste me padurim disa javë. Ai u ngrit nga ulësja e tij. Shkoi tek një zyrtar i aeroportit. I tregoi se kush ishte dhe i tha: "Unë jam mjek dhe sonte kam për të paraqitur një kumtesë në një konferencë ndërkombëtare të mjekëve. Në atë konferencë kanë ardhur shumë delegacione nga vende të ndryshme të botës për të marrë pjesë, kurse ju po thoni se aeroplani tjetër vjen vetëm pas 16 orësh." Zyrtari me mirësjellje ju përgjigj: "Kam respekt për profesionin tuaj të mjekut. E kuptoj situatën që po përjetoni, por nuk kemi mundësi të bëjmë asgjë. Për më tepër, unë nuk kam përgjegjësi të sjell aeroplanin më herët. Të merr 3 deri në 4 orë nëse shkon me veturë deri në qytetin ku mbahet konferenca. Nëse je me nxitim, të sugjeroj të marrësh me qira një veturë në aeroport dhe të vozitesh deri në destinacionin tënd." Doktor Ahmedit nuk i pëlqente vozitja në distanca të largëta, mirë po, nuk kishte opsion tjetër. Ai e mori me qira një veturë dhe filloi udhëtimin për në destinacion. Nuk shkoi shumë larg, kur moti u keqësua. Qiellin e mbulua në re të dendura dhe të errëta. Pastaj filloi të binte shi rrëkej, i cili shoqërohej me shtëngat. Doktor Ahmedi e humbi rrugën në errësirë. I uritur dhe i lodhur, ai kërkoi strehim dhe vend për ushqim. Përderisa po kalonte një fshat të vogël, ai ndaloi veturën para një shtëpie dhe trokiti në derë. Ai dëgjoi një zë të mekur të një plake, i cili zë vinte nga brenda. "Kushdo qoftë, le të hyj. Dera është e hapur." Kur doktor Ahmedi hyri në shtëpi, ai e gjeti një plak të ulur në një karrige që luhatej. Mjeku i tha: "Më është harxuar bateria e telefonit. A mund të përdori telefonin tënd?" Plaka buzëqeshi dhe i tha: "Biri im, për çfarë po flisni? Ndoshta nuk e dini se ku jeni. Ne nuk kemi as rrym e as telefon. Ju jeni në një fshat të vogël ku mungojnë gjërat më elementare të jetës." Dukesh i uritur dhe i lodhur. Në tavolinë është gati buka dhe çaj. Të lutem shërbehu e pastaj flasim. Doktor Ahmedi e falenderoi plakën. Me që ishte i lodhur dhe i uritur pas një udhëtimi me plot ngjarje, ai filloi të hante. Pa pritmas, diçka lëvizi në djepin që ishte pranë karrigës së plakës dhe ai e dëgjoi një foshnjë duke qarë. Plaka e vuri fëmijën në gjumë dhe u lut për shëndetin e tij. Doktor Ahmedi mbaroi shujtën dhe më pas i tha gruas: "Oj nën, edukata jote, mirësia dhe mikpritja jote më kanë fituar zemrën. Sigurisht se Allahu do t'i pranojë të gjitha lutjet tua." "Biri im, ja ktheu plaka. Allahu gjithmonë më ka pranuar lutjet."
Vetëm një lutje, ende nuk më është pranuar, për shkak të besimit tim të dobët. Ti je udhëtar, të lutem lutet Zotin që të më pranohet ajo lutje. Me që doktor Ahmedi ishte kurashtar të dinte se për çfarë bëhej fjalë, ai i tha: "Cila lutje nuk të është pranuar nën? Të lutem më trego, çfarë dëshironi? Unë jam si djali yt, në dash Zoti. Unë do të bëj çmos ta plotësoj dëshirën tënde." Plaka i tha: "Biri im i dashur, kjo lutje nuk është për mua. Ajo është për këtë fëmijë jetim, për nipin tim." Prindërit e tij kanë ndërruar jetë, ndërsa ai vuan nga një sëmundje e ishtrave, e cila e ka bërë të paaftë. Ai nuk mund të lëviz e as të ecë. Kam përdorur shumë ilaçe, por pa rezultat. Asnjë mjek nuk ka pasur mundësi t'i gjente ilaçin. Më kanë këshilluar që ta dërgoj fëmijën tek një mjek i quajtur Ahmed, i cili është i njohur për trajtimin e sëmundjeve të tilla. Ai është një kirurg i njohur dhe ka kryer operacione të suksesshme tek fëmijët. Mirë po, ai jeton larg. Nuk është e lehtë të shkohet tek ai. Siç e sheh, unë jam plak me njërën këmbë në varr. Jam shumë e brengosur, se kush do të kujdeset për të pasi të vdes. Për këtë, po e lut Allahun e Madhërisëm që ai të më mundësoj ta dërgoj fëmijën tek doktor Ahmedi për tretman. Syt e doktor Ahmedit u mbushën me lot. Me një dridhje të zërit, ai tha: "Oj nën, aeroplani me të cilin po udhëtoja pati problem teknik dhe u detyrova të bëja udhëtimin në shi dhe në shtërngat. Allahu i plot fuqishëm më solli në shtëpinë tënde. Lutja jote e fundit të është pranuar. Allahu e ka mundësuar këtë. Nëse do Allahu, unë do të trajtoj nipin tëndë." A ka më të mirë se ai që vjen në ndihmë të nevojtarit të këputur, kur i lutet atij, që ju alargon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë. Vallë, a ka krahas Allahut zot tjetër? Sa pak që reflektoni Kur'an. Tani të dashur miq, tregimin që ndava me ju e kam marrë nga Mewsuatul Qisas. Kam menduar thellë se në cilin qytet ka pasur mundësi të ndodhte kjo. Sipas mendimit tim, doktor Ahmedi është nisur nga Riyadi për në Abha, dhe pasi aeroplani kishte problem teknik, ai ka pasur mundësi të ateroj në aeroportin e Taifit. Allahu e di më së miri. Kur mos i bë padrejtësi askujt. Njëherë kam takuar një person në treg, i cili kishte vetëm një rëndor. Ai thoshte, sikur njerëzit të dëgjonin tregimin e tij, ata kur nuk do t'i bënin keq asnjëriu. Kur e pyeta se çfarë kishte ndodhur, ai më rrëfeu tregimin vijues. Kam qenë i punësuar në punë të shtetit. Më konkretisht, kam qenë polic. Një ditë e pash një peshkatar duke bartur një peshk të madh. I u afrova dhe i thash: "Ma jep atë mua." Ai më tha se nuk do të ma jepte vetëm nëse e paguaja, nga se nuk kam asgjë për të ngrënë në shtëpi, ndërsa fëmijët po më presin t'u sjell diçka për të ngrënë. Jam lodhur shumë derisa e kam zënë këtë peshk, më tha ai. Reagimi im i menjëhershëm ishte rrahja e tij, dhe pastaj ja mora peshkun me forcë nga duart. Derisa po shkoja në shtëpi, peshku pa pritmas e ngreu kokën dhe ma kafshoi gishtin e madh. Ndjeva dhëmbje të madhe, e cila u keqësua kur arrita në shtëpi.
Ishte natë dhe mendova se të nesërmën do të shkoja tek mjeku. Nuk vura gjumë në sy tër natën, për shkak të dhimbjes së madhe. Të nesërmën në mëngjes, shkova tek mjeku dhe ia tregova gishtin. Ai më tha se gishti ishte bërë me gangren dhe duhej ta amputoja për ta mbrojtur shëndetin. I kërkova me njëherë që ta amputonte. Pasi mbaroi operacioni, u ktheva në shtëpi. Mirë po, përsëri ndjeja dhimbje të madhe në dorë. Tër natën nuk më zuri gjumi nga dhimbja e madhe. Sërish të nesër më shkova tek mjeku dhe ai më këshilloi ta amputoja dorën. Kështu ai ma amputoi dorën. Mendova se me kaq mbaroi sprova ime. Mirë po, e kisha pasur gabim. Dhimbja më shtua edhe më shumë. Fillova të bërtisja nga dhimbja dhe të kërkoja ndihmë. Mjeku më kontrolloi sërish dhe më tha se zgjidhja e vetme është kputja e tërkrahut, që sëmundja të mos përhapej në trup. Njerëzit në lagje morën vesh se çfarë më kishte ndodhur. Një njeri mu afrua dhe më pyeti: "Çfarë e shkaktoi lëndimin tënd?" Kur i tregova tregimin e peshkut, ai më tha: "Sikur të shkoje tek peshkatari që në momentin kur të kafshoj peshku dhe t'i kërkoje falje, vetëm njëra pjesë e trupit tënd do të ishte amputuar. Ti ende ke kohë, kërkoje peshkatarin dhe lute të falë." Unë me njëherë fillova të kërkoj peshkatarin. Mirë po, ai ishte larguar nga qyteti ynë. Më në fund e gjeta atë, i rash në gjunjë, duke qarë dhe i thash: "Më falë për hir të Allahut, më falë për hatër të Allahut." Peshkatari më pyeti se kush isha. I tregova se unë isha personi polic që i kisha grabitur peshkun me forcë. Dhe më pas, i tregova dorën që e kisha amputuar. Kur peshkatari e pa këtë, ai filloi të qante. Pastaj më tha: "O vëllai im, pasi e pash gjendjen tënde, zemra mu zbut ndaj teje. Në të vërtetë, unë po të falë për hir të Allahut." Pastaj unë i thash: "O vëllai dashur, të lutem më trego se si më mallkove kur të raha dhe ta mora peshkun me forcë." Peshkatari ja ktheu: "Mallkimin të cilin e kisha bërë ishin fjalët: O Allah, unë jam i dobët, ai është i fortë. Ma ka marrë furnizimin tim me forcë dhe me padrejtësi. O furnizuesi im, zhyte këtë njeri në telashe dhe probleme dhe më trego forcën dhe fuqin tënde." Policia ktheu: "O vëllai im, vallahi Allahu e ka treguar forcën dhe fuqin e tij. Kërkoj falje Allahut për gjunahet e mia." Dëgjuat audiolibrin Lutjet e pranuara. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Përshtatja dhe ilustrimi artistik Rozafa Zaneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.